Në takimin përmbyllës televizjes vetëvendosje në Prizren, kandidati për kryeministër Albin Kurti tha se këtu e vullosim fitoren e madhe. Prandaj edhe këtu po shpalosim programin për siguri dhe begati. Faleminderit nga zemra Prizren. Në Prizrenin e lidhjes shqiptarët përfundimisht nisëm mos ta lëshojmë për nga kërkesa dhe vetëvendosje. Në Prizrenin e Republikës nuk lëshojmë pe për siguri dhe begati, tha ai dhe pastaj vazhdoi. Ekonomia edhe buxheti janë rritur të dashur qytetar për shkak se qarkullimi i bizneseve është dyfishuar si vjet krahasuar me vitin 2019. Ka qenë 12.5 miliard, si vjet është 25 miliard, me që rast edhe fitimi i korporatave i bizneseve është rritur më shumë se dyfish. Në qeveritë e mëhershme, asnjëherë fitimi i korporatave në Kosovë nuk i ka prek 900 milion euro. Me neve, si vjet, është 2.3 miliard euro. Dhe a dini si e di sepse administrata tatimore e Kosovës na tregon që si vjet po paguajnë tatim në fitim 230 milion euro. Duke qenë se tatimi është 10%, kjo do të thotë që fitimi i korporatave ka qenë 2.3 miliard euro. Janë rritur kontributet e sektorit privat, sepse është rritur edhe qarkullimi, edhe fitimi i tyre, por që besa është rritur edhe besimi në institucionet e shtetit me në krye qeverin ton tuaj të mirë e të marë. E kjo rritje qarkullimit dhe fitimit bizneseve është reflektuar edhe në rritje të pagës mesatare, por edhe në rritje të punësimit në përgjithësi. Paga mesatare në fund të vitit 2024, krahasuar me 4 vjet më herët, është rritur për 57%. Bruto 57%, neto 50%. Kemi rritje të pagës mesatare për 4 vjet në sektorin privat. Ndërka që në sektorin publik, ne kemi rritur buxhetin e gjithëmbarshëm të pagesave për 47%. Pra gati 50% janë rrit pagat në sektorin publik. Po jo vetëm kaq, është zvoglu dhe pabarazia. Raporti i pagave ka qenë 20-1. Ka pas pag 241 euro, edhe ka pas pag mbi 4.800 euro. Tash, prej 20-1 është 4-1. 5 fish është zvoglu pabarazia dhe raporti është 500 me 2.000 euro. Edhe kemi rrit pagat në mënyrë të përgjithshme në sektorin publik, edhe kemi zvoglu fort pabarazin për brenda këtij sektori. Rritja e punësimit me shifra është prej 350.000 në vitin 2021, kur e morëm detyrën pranverë, e tash është 435.000. 85.000 ma shumë të punësum, apo 24% ma shumë të punësum, se sa kur e morëm ne qeverisjen. Zvarritja e institucioneve dhe pengimi i funksionit të shtetit nuk janë rastësi. Jam përpjekje qëllimshme për të ndalur një qeverisje që nuk bën pazare me korrupsionin dhe nuk u bindet interesave të ngushta. Do të theni qartë sonte, këtë blokad nuk e thyen opozita. Këtë blokad e thyen vetëm qytetari Kosovës. Këtë blokad e thyen vota. Këtë blokad e thyen mobilizimi. Këtë blokad e thyen vendosshmëria jonë. Sepse përballë blokadës përgjigja jonë është një: mos lëshope. Shtetin, mos shope për sigurin, mos shope për begatin. Ndërkohë, le ta shohim të vërtetën në sy. Pavarësisht pengesave, qeveria jon ka punuar dhe ka sjellur rezultate. Shteti jon është më i sigurt, me rend, me ligj që zbatohet.
Kurti po kështu dje edhe në Has ka takuar Hasiana dhe me këtë rast ka premtuar 1 miliard euro investime për prodhimtarin dhe mbështetje për bujqet e fermerët e Prizrenit. Kurti u zotua për investim rreth 1 miliard euro për prodhimtarin përmes garantimit të kredive për investitorët. Ndërkaq për bujqet dhe fermerët e Prizrenit ai ka premtuar se do të vazhdojnë mbështetje financiare, begati dhe siguri edhe për Hasin. Nga këtu zotohemi për 1 miliard euro për prodhimtarin përmes garantimit të kredive për investitorët. Edhe për bujqet dhe fermerët e Prizrenit do të vazhdojnë mbështetjen pas përkrahjes në këtë 4 vjeçar me mbi 300 milion euro për mbi 120.000 fermer anë kënd Kosovës. Edhe dy ditën andaj nga 28 dhjetori, atëherë kur votojnë numrin 116 për lëvizjen vetvendosje dhe listën e kandidatëve tanë, ka thënë ai.